Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike kryesisht të paqëndrueshme për shkak të masave ajrore relativisht të lagështa me origjinë jugperëndimore. Moti ka qenë kryesisht i vranët me vrenësira mesatare deri të dendura dhe me alternime të herpashershme kthjellimesh. Vrenësirat e dendura u shoqëruan me reshje shiu të herpashershme kryesisht me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit dhe lokalisht në periudha faqshkurtë reshjet kanë qenë në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe me breshër. Ndërsa era ka flyer me drejtim nga jugperëndimi dhe juglindja me shpejtësi 8 metër për sekond, në Lugina dhe Bregdet era ka fituar shpejtësi deri në 16 metër për sekond, valëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 2 deri në 4 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 12 deri në 23 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 11 deri në 27 gradë dhe në Bregdet nga 14 deri në 27 gradë Celsius. Ditën e mërkurë, Shqipëria do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet në pjesën e parë të ditës me vrenësira mesatare deri të dendura dhe me intervale të herpashershme kthjellimesh. Vrenësirat e dendura deri në orët e mesditës do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht ato do të jenë në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike. Era do të frymë drejtim nga veriperëndimi dhe jugperëndimi me shpejtësi 5 metër për sekond, në Lugina dhe Bregdet deri në 10 metër për sekond, valëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 9 deri në 22 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 10 deri në 26 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri në 26 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, do të kemi mot me alternime kthjellimesh dhe vrenësira në shtim deri në orët e mesditës dhe pasdite do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët lokalisht mesatar në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe në relievet malore me breshër. Kontinenti Evropian, pjesa më e madhe e tij, Europa jugore, ajo lindore, do të ndikohen nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti aty parashikohet të jetë me kthjellime dhe me alternime vrenësira së dendura shoqëruar me reshje shiu. Këtu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, dashur të takofshim.